Hoxhë, tek ne po jo gjithkund, gjithë në përbot është një trend panic attack. A ka lidhe kjo punë me xhint? Njeriu sigur të nejt, do ndodhe diçka i sa mirë. في مرض يسمى نوبة ذعر. Shumë në mjekësi, domethënë botërore tash është e njohur se çdo fenomen të ri që e shohin si simptom të një njeri e marrin dhe studiojnë ata. Friga, domethënë panik ataka, faktikisht ka mundësi me qenë edhe njerëz të mirë mendoj, edhe mos pas për shembull ndonjë arsye të madhe, me kon arsye shumë e rëndomtë. Edhe njerëz të mirë, edhe njerëz të këqij, edhe shnoshtë, edhe smut ka mundësi me ndodh. قد يكون سببه الوهم. Ka mundësi me qenë shkak, domethënë imagjinata. Kur filloi pandemia e koronës, shembull, shumë njerëz i rroki paniku, do thotë edhe usmun pa usmun. Pse veçërisht më njëot ku dikush u koll ke shkosh atë ikshin edhe u duke vetja se i kanë simptomet e koronës. Për shembull, natë në këtë studio marr dikush tu vrapun, një Luana ka imën, edhe natë televizit i venit. لماذا؟ Pse? ممكن خبر مكذوب. Mund me kon lajm i rrënjshëm. خلاص أصابنا شيء في نفسنا. Ama na godet neve i trem panikave. Mëse marrë me thonë të kesh jo, se kesh të lutë jo, e do të kesh, edhe na më thonë momentin që na dha lajmin neve, na trishtoi. وذكرت قصة لأحد الإخوة دعاء يعني هم أحدهم يمزح معه قال مياو قال فهذا جاء قال سمعتم أنا قلت لكم هذا القط ما استطاع أن ينام تلك الليلة. Një rast interesant kanë ndodhur, kanë shkuar dikon atë në vizitë në një vend, edhe njëri pjatë një shok ka thonë një matë e zezë ka qenë aty, ka thonë që matë e zezë më duket se është lamë, edhin ti themi natin, ka një sent keq për kësaj. Edhe tha kur shkon në për dhomat e veta me fletë, tha një shok shkoi te dera që voni mjau, aty edhe ai duhet ta nitet në matë, thoi po e kemi një aty edhe natë, i thash se mos se domon s'kan kon lajm mirë, tha gjithë natën s'kam me fletë. هذا نقول خوجة يعني شيخ هذا وإمام يعني خاف هكذا. Domon edhe ajo kon hoxh, dave xhi edukatute. Se i përket panikut, domethënë frikës. Na keq ka ndodhin fenomene ja kthejmë Kur'anit fisnik. E Allah i madhëshëm Kur'an fisnik ka thotë do t'ju sprovojmë juve me frikë. Edhe me paksin pasurisë të familjarëve të familjeve, domethënë e jepi mysh detyrimtar. Pse e filloj me frikën? Sepse frika është sprova më e madhe edhe më e përhapur te njerëzit. Këtë njerëzit i godet domethënë kjo sprovë. نتدخل فيه. Shifë si rëndit frikën, urin, paksime e pasurisë, vdekjen e njerëzve. Kush ka uri, i e buk. Kush e hu pasurin, i mbledhin pasuri. Ama kush ka frikë, si mundesh me hek frikën? Andaj është më e madhe dhe më e përhapur. والرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا. Shifë sa bukur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu nuk ja bën bashkë robit të tij dy siguri edhe dy frika. I sigurt në dunjë, i sigurt në ahiret nuk ka, i frikë në dunjë, frikë në ahiret nuk ka. Andaj për shembull, t'jep frikë të në dunjë që mos kesh atje. E na zakonisht e marrim hisën tonë nga frika. Kur jemi të vegjël, frikohemi. Kur të bëjmë pak më të mëdhenj, frikohemi. Edhe më plesh, domthon, kemi momente të frikës edhe e marrim hisën tonë frikës që atje mos të kemi frikë kur shkojmë te Allahu subhanahu taala. Njerëzit që kanë panik atak, domthon, kur shkojnë te mjek, zakonisht do të japin domthon qetësues, japin domthon kokra për të qetësuar sistemin nervor, domethënë shqetësimin e tij antidepresiv faktikisht. Ne themi jo, kur vetë ne themi na trego pse frikohesh. Për çka kiti, domethënë panik. A keni luan përpara që ti frikohesh? Jo, atë se s'ki sebeb konkret për më tregu pse frikohesh. Ne fillojnë na me qetësu, na me fjalë për më tregu se s'ki arsye pse ti ke panik. Dallon diagnostifikimi i mjekut, dhe zakonisht këtu janë mjekët shumë neurolog ose neuropsikolog në trajtimin domethënë e fenomenit panikatakut edhe atij që merret me rukje dhe sidomos ai që ka përvojë, do të ka me pyet domethënë çfarë ëndra shef. Që ta konstatoja është që puna e panikatakut domethënë ndikimi i gjinëve apo i sehrit tek ai njeriu, do thotë nëpërmes simptomeve ose ëndrave që shef, fenomeneve që ndodhin gjatë ditës dhe natës, ai mundohet me diagnostifikuar rastin e tij, domethënë a është panik atak domethënë organik apo është faktikisht ndikim nga goditja e gjinëve. Rukjegju i vërtet mundet me parashtyr pyetje smurit me panik atak shumë më shumë sa që parashton pyetja ndoshta një neurolog ose neuropsikolog. Për shembull, rukjegjit zakonisht i pyesin njerëzit edhe pyetje që s'kan ndodhur me gjin, domethënë për ndodhi kur është paraqit herën e parë me shok kur e kam s'kam bëu shok për shembull ndaj akt i cili ka shkaktuar shqetësim të madh te ti për shembull ka aktruar sikurse po e vret shokun e vet ose të ka sulmu ty për shembull të ka shqetësuar pa mos
Andaj pyesin për kur ka filluar me u paraqit ky panikataki te ti, nëpërmes këtyre pyetjeve na fillojmë me diagnostifiku rastin, me kuptu a është domethënë panikataki është organik te ai, shqetësim domethënë real apo është thjesht nga ndikimi i gjenëve. Domethënë ka raste, shembull një rast për rasteve kur e kam pyetur nëse kur ka filluar për herë të parë me paraqit panikataki te ti, thotë merr një lajm për për mbytje në një të afërmit tim që kam pas mocanike dhe shumë dashur, në një mënyrë shumë trishtuese, edhe për atë momentit më kam ndryshuar. E këtë rast i themi na gjendja jote është do thotë me arsye materiale, jo domethënë nuk ka lidhje me çështje shpirtërore. Thotë nëse dikush thotë për shembull edhe mjeku ja ka parashtuar këtë pyetje dhe mbas përgjigjeve që ka dhënë ky pacienti, ai ka dhënë diagnozën dhe ka dhënë kokrat antidepresive domethënë. Ne i themi po sepse mjeku vepron me atë që din. E na dim diçka më shumë se që din ai, sepse na dim atë që na ka mësuar neve feja jon, ajo është se shejtani i gjinit, domethënë njeriu i cili është shumë i mërzitshëm, është shumë i friksuar, është i dopt edhe ai jashton ndikimin e tij dhe pushtetin ndaj tij në mënyrë më të lehtë dhe më të thellë kur është i mërzitur apo i dobësuar në situatat e shqetësimit të madh, domethënë që ka. Na themi domethënë këshillat, trajtimi i pacientit me këshilla dhe me këto ilaçe fetare mundet me dhënë efekte shumë më të shpejta dhe më të sigurta se sa domethënë kokrat antidepresive që jep mjeku atij që ka mundësi me zgjat me mujë dhe me vite dhe mos me ushqeruar njeriu. I tregojmë motiv për shembull rastin e udhëtimit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga Mekka në Medinë, kur strehohet në shpellë dhe i afrohen udhëtarët dhe i thotë Allahu, no ai shqetësohet dhe friksohet, i thotë Allahu, unë jam me ty. I tregojmë këto tregime domosdoshmë se si Allahu i madhëshëm i shoqëron besimtarët dhe u ndihmon atyre në momente të frikës së madhe që kanë ata në jetën e tyre. الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، نقول له اذكر الله، شوف كيف تتغير نفسك، يبدأ يذكر الله وهذا هو العلاج الحقيقي. I themi na për shembull ajeti kuranor ku Allahu thotë duke përmendur Allahun që çon zemrën, i themi këtij smurtit përmend Allahun, sa vetë qetson ty, edhe kur fillon me përmend Allahun, fillon edhe me u qetësua dhe themi kjo është shërimi i vërtet i smundjes tonë. وإلا فالجن والسحر والعين توقع مثل هذه الأشياء. Përndryshe do thotë edhe sihri, edhe xhini, edhe mësyshi kanë mundësi me shkaktue panikatakun. قد يصاب الإنسان بعين في شجاعته وقوته يصبح أخوف الخائفين. Ka mundësi mësyshi, domethënë me godit njeriu që është trim, heroj, edhe më bëfi kasaku më i madh. Thotë ka pas një rast që kemi takuar një oficer të madh, domethënë, edhe kishte rrogë domethënë kjo smundja, edhe thotë smund me në ngjyrën time vet. Kur hin nxirë hin në tavolinë. قال من صغري مشهور بشجاعتي ومنذ ما مسكت هذا المنصب. Thotë kam qenë domethënë shumë i fuqishëm edhe këtë njerëz janë tutje me mua. Kur kam qenë domethënë pozita të caktuar, këtë në punësit kanë në kom gaditur. Edhe veshin si ka mundësi domethënë me tu një lloj vetë pëlqimi edhe mësyshi i tjerëve, thotë edhe në situatë që edhe në shtëpinë time smusha dhom time ne të padrita. أخذ أدوية كثيرة، سافر. Përdori lloj ilaçe, shkoi në lloj shtete të ndryshme të botës. Heci domethënë shkretin ka mdath. Rapi peshë, këtë kjo të mund duke tentuar me e largu faktisht panikatakun, nuk mund të bëj. Kur erdh me trajtue panikatakun, domethënë me dhikr edhe me ilaçet e mësyshit edhe domethënë sihrit, thotë ushnosh krejtësisht tani s'kam më kurrë gjë. ما هو العلاج؟ Me çka ushnosh? Me dy gjëra, me dua edhe me dëgjimin e ajeteve rukjes domethënë për mësyshit. Çfarë dua bëj thotë o Zot, domethënë çdo sen që më ka godit forcën time largoje, çdo sen që më ka shti frikën largoje edhe kur bëj ato e nisha të dal diçka nga trupi jam. Derisa më kthy ka pak forca, qetësia domethënë do stabilizohet. والقصص في هذه كثيرة. Kemi shumë tregime në këtë drejtim na.